Kjo që ndodhi në fermë realisht është e pabesueshme. Ti thuash kuçk moderatores, kjo është jashtë normales. Arbana Osmani nuk është brenda në fermë, nuk është lojtare, ajo është moderatore. Dhe unë mendoj, dhe në fakt e dija që këto banorë, këto fermerë që janë aty brenda, konsiderojnë një lloj respekti të veçantë për Arbanën, për Eduardin, sepse ju kanë dhënë një mundësi të çmuar. Kush e njihte Gresën më përpara, kush e njihte Olën më përpara, kanë qenë figura inekzistente. Kanë qenë vajza që si njihte njëri. Ju dha një mundësi të futen në fermë, të bëhen dikushi dhe po degradojnë veten e tyre në mënyrën më të tmerrshme. Realisht unë prisja që në atë moment Arbana Osmani të përjashtonte që të dyja nga shtëpia, t'i nxirrte krejtësisht, ndërsa ato vazhdojnë akoma të jenë brenda në lojë. Por pse vazhdojnë akoma të jenë brenda në lojë? Sepse unë e di që produksioni do t'u akmerret aq keq sa që do të degradon që të dy vajzat. Fillimisht një herë uroj që ky Adioni që doli të mbushet me mend dhe të kupton që në çfarë niveli e ka sjell veten dhe familjen e tij. Domethënë vëllezërit e tij, sepse un kam qenë vetmi gazetar që kam thënë që familja e tij nuk e kishte atë kulturë, nga që i pam në dasëm se çfarë mikpritje, çfarë respekti, ne i njohim Gjakovarët janë njerëzit më adhetar të mundshëm. Gjakova e ka vuajtur më së shumti luftën e Kosovës sepse pikërisht nëpër ato zona ka nis. Dhe ti të ngritesh në këmbë të denigrosh veten nga fakti sepse ti nuk din ta logjikosh lojën, të turpërosh familjen tënde, ku vëllezërit e atij mezi ngrinin kokën, kjo është jashtë normales. Unë e përgëzoj produksionin për veprimin që bëri dhe i lumt produksionit. Unë mendoja që do ta mbajnë si Rogertin që mbajtën në Big Brother e përdorën për klikime dhe e hudhën. Jo, ky produksion u tregua i fortë. Banorin i cili ishte poli kundërt i shtëpisë e hoqën. E hoqën sepse publiku nuk e do dhe kur nuk e do mirupafshim. Por nga inati që ke ti si vajzë, unë pikërisht sot e kam komentuar inatin e këtyre femrave kundër drejt mimozës. Është e çuditshme, më besoni që edhe unë si gazetar nuk di se si të shprehem sepse jam tronditur. Është e çuditshme që këto femrat kaq të mllefosura, kaq të inatosura ndaj një gruas tjetër, pse? Sepse nuk e arrin dot nivelin e saj, nuk e arrin dot njeriun e saj dhe nuk e arrin dot vlerën e saj. E dini pse mozën e duan kaq shumë jashtë? Sepse moza edhe sot e vuajti Adionin me të vërtetë. Asaj nuk ju bë qefi që Adioni u largua. Asaj nuk ju bë zemra mal që Adioni u doli nga ferma. Ajo u mërzit për Adionin. Ndërsa unë nuk mund të besoj që Ola u mërzit dhe Gresa u mërzit, derisa ato nxorën përpara nervozën. Ne nuk mund të nxjerrim nervozën kur jemi të mërzitur, ne jemi të lënduar. Dhe në këtë rast, më lënduar ishte Moza, sesa Ola dhe Gresa. Unë mendoj që Ola thjesht e ka bindur edhe Adionin që nuk do të vazhdon më me të, sepse Ola sonte tregoi një anë të saj që besoj që nëse i vllai ka hyrë për ta nxjerrë nga ferma, sepse ajo do të krijonte një lidhje dashurie, mendoj që tani do vi ta kapë për flokësh edhe ta nxjerrën prej ferme sepse ka degraduar si veten, si familjen, si rrethin. Domethënë është bërë turpi i fundit, turpi i botës. Është bërë turpi i botës. Ti thuaja fjalën kuçk mimozës që ta ka thënë, thuaja fjalën kuçk Sarës, thuaja fjalën kuçk Bujakës, të cilët janë banor brenda, po jo Arbanës. Si mund t'ja thuash ti Arbanës, moderatores, një fjalë të tillë? Dhe pastaj lindën pyetja pse ta fiton Mimoza, po Mimoza është shembulli më i bukur, Mimoza është shembulli mrekullueshëm që këto të rinj duhet marrin shkollë nga ajo, se çfarë është kultura. Tani, do të thoni që provokon, po provoko dhe ti në kuadër të lojës. E ke të gjithë mundësim, pse ti nuk provokon? Adioni qashtë në sken Mimoza provokon. Okej, pra bëj edhe ti, provoko edhe ti Mimozën. Pse nuk e provokon? E ke patur mundësin, ke që një muaj brenda asaj shtëpie, ç'a bëre ti? Një muaj s'tregove vlera as pak. Një muaj tregove më të keqen tënde. Dhe u turpërove, u bëre rezili botës. Mua më vjen shumë keq që ferma VIP u jep mundësin disa personave që realisht nuk e meritojnë të jenë në atë fermë. Me të gjitha atë angazhim, me të gjitha këto harxhime, me të gjithë këtë sponsorim të madh që bëhet në këtë fermë dhe të shkon sponsorit paguan aty 1 milion euro për çfarë, për rolën, të ngjon ofendime kundërdrejt opinionistëve, kundërdrejt Arbanës, këto s'kan pikë kulture, mos kanë pikë kulture. Ne flisnim për Big Brother VIP Kosovën që nuk respektojnë opinionistët, po këto që kanë degradim fare.
Këto që kanë shoqëri, që realisht lindën pyetja çfarë shoqërie presim ne. Nuk më pëlqen dhe qasja e Ilirit, kam patur një respekt veçantë për Ilirin si artist, më vjen shumë keq pse ka përzgjedhur që të jetë negativ dhe të luajë lojën negative duke përdorur ca karta që do djegën veten e vet, por gjithsesi unë mendoj që ferma VIP nuk do ta lërë këtë gjën me kaq, por gjatë qëndrimit brenda në shtëpi, këto vajza do të degradohen edhe më shumë sepse ato vetëm kanë marrë më nga e prapa, nuk u rregullua dot Adioni, Adioni tashi do rregullohet jashtë, në momentin që do ulet me tjatin të flet, edhe me veten e tij, për atë se çfarë ka bërë. Kjo që ndodhi sonte në ferm është e turpshme, por duhet pranuar është fotografia e një shoqërie shqiptare. Ja të dashur miq se çfarë rrisim ne. Ne rrisim djem dhe vajza që s'kan pikën e kulturës, që s'kan pikën e edukatës, që nuk din se me kë shprehen, që nuk din se kujt i drejtohen, që nuk respektojnë një produksion, një format dhe të gjithën këtë e marrin individuale. Alo, nuk i fiton dot Tjola 200.000 euro, haroe, nuk i fiton dot as Tigresa. Sa do që të bërtasësh e tulerasësh, nuk i fiton dot, se nuk e dashurit publikut. Dashurin e publikut e ka mimoza, nuk e keni ju. Dhe prandaj publiku e do mimozën. Se mimoza është intelektuale mi zemër, nuk është e nivelit tënë. Unë uroj që këto vajzat marrin veten me të mirë, ose le të kërkojnë familjarët hynë të pak të një surpriz, ti kontrollojnë pak këto vajzat emocionet, se unë mendoj që këto kanë probleme emocionale, se nuk mundesh ti të ofendosh në 300.000 shikueshmëri, 300.000 vetëm në YouTube, ti ta quash kuçk moderatoren. Kjo është e tmerrshme. Do thënë ti brenda fermës bëj çfarë dush, ajo i gjujti bujakës me lëng, që ti në atë moment ke ofenduar sponsorin, ti sponsorin i cili paguan për të qenë aty, ti e ke gjuajtur në tokë. Dhe kjo është e tmerrshme. Kjo është jo normale. Unë uroj që produksioni të jetë po kështu i reflektuar, e përgëzoj Eduardin, e përgëzoj Arbanën që nuk e mbajtën Adionin qoftë edhe një ditë, që rëndësi kanë klikimet kur urrejtja, egoizmi është në pikë të parë. Unë e di që Adioni nuk e ka këtë shpirt, ai tashmë do të nxjerrë krejtësisht anën tjetër të tij dhe uroj që të reflekton, sepse nuk është e bukur të shohim figura të këtilla. Janë të rinj që kanë mundësi në jetë. Kjo është një mundësi që të jepet një herë në jetë që ti ta rregullosh jetën tënde, të marrësh më të mirën e saj, të formosh një rrugtim shumë të bukur në jetë dhe më në fund ti çdo gjë e gjuan në tokë që ai produksion ta ka mundsuar dhe të ka futur brenda në shtëpi. Ti mund të thuash un jam Ola Zenelaj, por para se të futesh në fermë dashur nuk ishe askush, as nuk të njihnim, as nuk e dinim ç'a bën, as nuk e dinim me ç'a merresh. Thjesht të është dhënë një mundësi, mos e gjuaj këtë mundësi në tokë. Turp edhe për Gresën, niveli i femrës shqiptare, përfaqësojnë këto femra shqiptare në asnjë mënyrë. Përfaqësimi i femrës shqiptare në shoqëri dhe jashtë asaj është vetëm Mimoza Ahmeti. Kultura e saj, vlera e saj, njerëzilliku i saj. Kjo që ndodhi sonte ishte, do me thënë, kupa mbi kapak, e turpshme, shumë e turpshme.